Është përmbyllur me sukses tryeza një ditore për dialogun ndërfetar me temën Bashkëjetesa ndërfetare ndër ne, vërtet hynor apo domosdoshmëri shoqërore, e organizuar nga Fondacioni Drita, ku një koqir ishte Bashkia Islame e Kosovës. Kjo tryezë u përmbyll me nënshkrimin e një rezolute ku mes tjerash të gjithë prirësit fetar u zotuan se do të punojnë në drejtim të bashkëjetesës, pa dallime fetare dhe në veçanti drejt paqes dhe larg gjuhës së urrëties. Ky organizim u përshëndet fillimisht nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti, për të vijuar më pas edhe me prirësit fetar, duke filluar nga miftiu i Kosovës Naim Efendi Tërnava, Zef Gashi nga Fondacioni Drita, si dhe përfaqësues të KFOR-it. Gjatë ditës së sotme u mbajtën 3 panele të cilat preken disa prej elementeve kryesore të bashkëjetesës dhe tolerancës fetare në vendin tonë. Në fund u mbajt paneli i hapur Dialogu ndërmjet liderëve fetar, ku u shkëmbyen ide dhe qëndrime mbi forcimin e bashkëpunimit ndërmjet komuniteteve fetare në Kosovë. Të gjitha fetë në themelin e tyre na mësojnë dashurinë për njëri tjetër, paqen dhe mirëkuptimin. Krijuesi e ka bërë njeriu të lirë në besim. Po të kishte dashur, do ta kishte bërë njerëzimin të një besimi të vetëm. Zoti i Madhërisëm në Kur'an i thot Muhamedit, paqja e Zotit qoftë mbi te. Ndëgjoni citatin kuranor. Sikur të kishte dashur Zoti yt, do t'i kishte bërë njerëzit një popull të vetëm. Por ata vazhdojnë të jenë ndryshe. Mbaron citat. Do me thënë është dëshirë, vullnet i Zotit që të ketë divergjenca edhe në besim, edhe në etni e kështu me radhë. Nuk do të harrojmë se këto vlera nuk janë të garantuara për gjithmonë. As nuk janë statike që nuk ndryshojnë, ato kërkojnë për kushtim të vazhdueshëm, përgjegjësi të përhershme dhe respektim të lirisë të njëri tjetrit pa ndërprej, kështu që e drejta, liria dhe respekti për të ndryshmen dhe bashkëpunimi me të kundërtit nuk do të thotë se do të humbemi ato çfarë ne jemi, por do të na plotësoj ato që ne s'e kemi. Si krishter protestant, vi sot me bindjen plot se paqja, respekti për njëri tjetrin e dinjiteti njerëzor janë pjesë thelbësore e thirrjes tonë shpirtërore. Këto janë mësime biblike, të përdikuara dhe të jetuara nga vetë Jezus Krishti, i njohur si Princi i Paqes. Besimi ynë nuk na mëson me jetu të mbyllur, e në frikë, e në paragjykim, por që të jemi njerëz të vërtetës, të pajtimit, dashurisë për të afërmit. Liderët fetar u pajtuan që një tryezë e tillë të mbahet edhe vitin tjetër, ku një koqir për vitin e ardhshëm do të jetë kisha protestane ungjillore.